Qumshti i gjirit është më shumë se ushqim, është komunikim, mbrojtje dhe rehatije krijuar në mënyrë unike për foshnjën tuaj. Qumshti i gjirit përmban qeliza imune, antitrupa, hormone dhe lëndoshqyese që përshtaten vazhdimisht me nevojat e foshnjës suaj. Nuk është kurrë stapik. Ai ndryshon nga dita në ditë dhe madje nga ushqyerja në ushqyerje. Kur foshnja juaj ushqet me gji, përshtyma e saj komunikon me trupin tuaj. Nëse foshnja juaj po lufton një infeksion, përshtyma e saj mund të dërgojë sinjale përmes ciskës gjatë ushqyerjes dhe trupi juaj përgjigjet duke prodhuar qumësht më të pasur me antitrupa të synuar për të mbështetur shërimin e foshnjës suaj. Nëse sëmureni, sistemi juaj imunitar prodhon antitrupa. Këto kalojnë përmes qumshtit tuaj, duke i dhënë foshnjës suaj mbrojtje shtesë. Kjo është arsyeja pse ushqyerja me gji inkurajohet edhe kur nëna nuk është mirë. Qumshti juaj mund të ndihmojë që foshnja juaj të jetë më e shëndetshme. Qumshti i gjirit gjithashtu ndryshon ndërsa foshnja juaj rritet duke rregulluar ekuilibrin e yndyrave, ujit dhe lëndëve ushqyese për të mbështetur zhvillimin. Foshnjat e lindura para kohe madje marrin qumësht me nivele më të larta të proteinave të caktuara dhe faktorëve imunitar, një tjetër mënyrë se si trupi juaj jep saktësisht ato që i nevojitet foshnjës suaj. Trupi juaj prodhon më shumë prolaktin gjatë natës, hormoni që mbështet prodhimin e qumshtit. Pra, kur foshnja juaj ushqehet më shpesh gjatë natës, kjo i sinjalizon trupit tuaj të krijojë një furnizim më të fortë. Gjatë natës, qumshti juaj përmban gjithashtu më shumë melatonin, hormonin e gjumit, i cili ndihmon në rregullimin e cikleve të gjumit të foshnjës suaj dhe mbështet zhvillimin e trurit të saj. Dhe ushqyerja me gji liron hormone që ju ndihmojnë të relaksoheni dhe t'ju zërë gjumi përsëri më lehtë. Kjo është arsyeja pse është plotësisht e natyrshme që foshnja të ushqehen me gji për t'i dhënë gjumi. Ndërsa foshnja juaj rritet, ajo natyrshëm do të ndalojë seronin në gjumë në gji dhe të gjithë fëmijët përfundimisht mësojnë të flenë vetë. Të gjithë këta komponentë mbrojtës të gjallë mbështesin një sistem imunitar më të fortë, më pak infeksione të veshit, gjoksit dhe stomakut dhe një rrezik të reduktuar të sindromës së vdekjes së papritur të foshnjave. Ushqyerja me gji gjithashtu ul rrezikun e alergjive, obezitetit, diabetit, astmës, disa sëmundjeve kardiovaskulare dhe madje edhe leukemisë tek fëmijët, veçanërisht kur ushqyerja me gji vazhdon për të paktën 6 muaj. Ushqyerja me gji mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit të gjirit dhe të vezoreve, të mbështesë rikuperimin pas lindjes dhe të forcojë lidhjen përmes oksitocinës, hormonit natyral të dashurisë së trupit tuaj. Gjithashtu mund të zvogëlojë rrezikun e depresionit dhe ankthit pas lindjes. Qumshti i gjirit është më shumë se ushqim. Është një lidhje e gjallë që përshtatet, mbron dhe mbështet si ju ashtu edhe foshnjën tuaj. Çdo ushqyerje është rehati, komunikim dhe dashuri. Qumshti juaj i krijuar për foshnjën tuaj.